Sot jemi mbledhur për të nderuar jetën dhe veprën e akademikut Recep Qosja, një prej figurave më të rëndësishme të mendimit, letërsisë dhe kritikës shqiptare. Akademik Qosja ishte një intelektual, studiues i përkushtuar dhe një zë i fuqishëm në debatin publik shqiptar për më shumë se gjysmë shekulli. Ai ishte ndër të parët doktor të shkencave filologjike në Kosovë dhe një nga kontribuesit kryesor në zhvillimin e studimeve albanologjike në vendin tonë. Si profesor i Universitetit Prishtinës dhe drejtues i Institutit Albanologjik, ai la gjuhën të pashlyeshme në formimin e brezave të tërë studiuesish e studentësh. Veprat e tij shkencore e letrare, me dhjetra, libra e vepra në fusha të ndryshme, nga historia e letërsisë te kritika dhe romani, përbëjnë një trashëgimi të çmuar për kulturën shqiptare. Veprat e tij dhe studimet mbi letërsinë shqiptare e vendosën atë në mesin e figurave kyçe të mendimit letrar shqiptar, ndërsa veprat e tij u përkthyen në shumë gjuhë dhe u bën pjesë e debatit ndërkombëtar kulturor. Akademik Qosja ishte studiues dhe një mendimtar kritik që e shihte letërsinë si pasqyrë të shoqërisë, historisë dhe identitetit. Ai ishte një zë që shpesh sfidonte, polemizonte dhe kërkonte reflektim, duke e bërë debatin intelektual më të gjallë e më të thellë. Në këto momente për kujtimi, ne nderojmë akademik Qosjen për atë që ai përfaqësonte në thelb një mendje të lirë, një studiues të palodhur dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në kulturën dhe dijen shqiptare. Sot, kur e kujtojmë akademik Qosjen, ne nuk kujtojmë vetëm një autor apo një akademik, por një epokë të tërë mendimi shqiptar. E në këtë epokë, trashëgimia e tij do të mbetet e gjallë në librat dhe idetë dhe ndikimin e tij që ka pasur tek brezat. I përjetshëm kujtimi për akademik Recep Qosjen. Faleminderit e nderuar zonja Elushaku Satriu.